Komentimi përsosur i Kuranit. Xuzi i 29. Sura Nuh, ajetet nga 10 deri te ajeti 14. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. E u thash, kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, që ai t'ju dërgoi shi të bollshëm, t'ju shtoi pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte dhe lumenj. Ç'është kështu me ju, që nuk e madhëroni Allahun siç duhet, duke e pasur frikë, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapat e embrionit. Komentimi. Shpërblimi i besimit në këtë botë. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, vazhdon të udhëzojë popullin e tij kokfort dhe rebel me deklarata. Ai u premton atyre që nëse pendohen sinqerisht dhe heqin dorë nga politeizmi dhe mëkati, Allahu i madhëruar do t'u hapi dyert e mëshirës së tij. Ai u thot, kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh. Jo vetëm që Allahu do t'u falë mëkatet, por nëse veproni në këtë mënyrë, ai në mënyrë të vazhdueshme do t'ju dërgojë nga qiejt shi të bollshëm, që ai t'ju dërgojë shi të bollshëm. Thënë shkurt, juve do t'ju përfshijë edhe shiu i mëshirës shpirtërore, edhe shiu i begatisë materiale. Për të sqaruar më tej këtë situatë, ajeti thotë që ai t'ju dërgojë shi të bollshëm, që do të thotë se do të bjerë aq shumë shi sa do të duket sikur qielli është duke zbritur. Por meqense ky shi është shi i mëshirës, as nuk do të shkatërrojë ndonjë gjë dhe as nuk do të sjellë ndonjë dëm. Ai do të jetë burimi i lulëzimit, i gjelbërimit dhe i freskisë. Më pas ajeti shton t'ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte e lumenj. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, u ka premtuar atyre një begati të madhe shpirtërore dhe 5 begati të mëdha materiale. Begatia e madhe shpirtërore është falja e mëkateve dhe spastrimi nga përlyerja me politeizëm dhe nga rebelimi, mosbindja. Begatit materiale janë lëshimi i shirave të dobishme në kohë dhe me bollëk, shtimi i pasurisë, shtimi i fëmijëve, kapitali njerëzor, kopshte të gjelbëruara, si dhe lumenj me ujë të rrjedhshëm. Sipas dëshmisë së Kuranit të shenjtë, besimi dhe devotshmëria janë shkak i begatisë së kësaj bote dhe i botës tjetër. Në disa transmetime është thënë se kur ky popull kryeneç dhe rebel e refuzoi thirrjen e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, ata I kaploi thatësira dhe uria. Shumë prona të tyre u asgjësuan dhe shumë fëmijë vdiqën. Gratë u bën sterile ose lindnin më pak fëmijë. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, u tha atyre se nëse besonin në një Zot, të gjitha këto fatkeqësi dhe tragjedi do të ndërpriten. Ata nuk u kushtuan në rëndësi fjalëve të tij dhe sërish vazhduan me kryenëçësinë e tyre, derisa tek ata erdhi dënimi përfundimtar I Allahut dhe I zhduku të gjithë. Më pas edhe një herë tjetër I rikthehet paralajmërimit, ç'është kështu me ju që nuk e madhëroni Allahun siç duhet, duke e pasur frikë, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapat e embrionit. Në fillim ju ishit një pikë sperme pa vlerë, nuk kaloi shumë kohë dhe ju shndroi në formën e gjakut të ngjizur, alaqatun. Më pas ju bëri në formën e një cope mishi të përtypur, mudghatun, ju dhuroi formë dhe gjymtyr njerëzore, ju dhuroi rroba për të veshur, ju dhuroi shpirtin dhe aftësinë e lëvizjes. Në këtë mënyrë, njëra pas tjetrës, I kaluat fazat e ndryshme embrionale derisa lindët nga barku I nënës në formën e një njeriu të plot. Pastaj vazhduat jetën në forma të ndryshme të saj, ju gjithnjë jeni nën kujdesin e Allahut dhe gjithnjë ai ju bën në një formë të re, duke ju ndruar pamjen e jashtme dhe trajtën e trupit tuaj. Pra me kalimin e viteve merrni një pamje plotësisht tjetër dhe ngjasoni si një krijesë e re, atëherë si është e mundur që nuk përkuleni përpara madhështisë së krijuesit tuaj. Jo vetëm që shndroheni fizikisht në trajta të ndryshme, por edhe shpirti juaj gjithnjë është në ndryshim. Secili nga ju ka një talent, në çdo kokë ekziston një imagjinat dhe në çdo zemër një dashuri. Të gjithë ju gjithnjë ndodheni në fazën e ndryshimit. Ndjenjat e fëmijërisë rinë në vendin e tyre dhe ndjenjat e rinis u lën vendin ndjenjave të pleqësisë. Në këtë mënyrë, Allahu I madhëruar gjithnjë në çdo vend dhe në çdo hap të jetës suaj është me ju. Ai ju udhëheq dhe ju udhëzon me gjithë këto bekime dhe me furnizimin e tij. Atëherë përse gjithë ky mosbesim dhe mosrespektim? Hulumtim, lidhja e devotshmërisë me mirëqenien. Nga ajetet të ndryshme kuranore, si për shembull nga ajetet e lartë përmendura, na bëhet e qartë se besimi dhe drejtësia janë burimi I zhvillimit të shoqërive, kurse politeizmi, shtypja dhe mëkati janë shkak I shkatërimit të tyre. Në ajetin 96 të surës El Araf lexojmë, sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, ne do t'u hapnim begati nga qielli e toka, por ata përgënjeshtruan, andaj I dënuam me shkatërim për atë që merituan.
Në ajetin 41 të surës Ar-Rum lexojmë për shkak të veprave të këqija të njerëzve janë shfaqur në tokë në det, të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit e të tjerë, që ata të përjetojnë një pjesë të asaj të keqeje që e bën me qëllim që të tërhiqen nga të këqijat. Në ajetin 30 të surës Ash-Shura thuhet: çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija e për këto e për shumë të tjera ai ju fal. Gjithashtu në ajetin 66 të surës El-Maide thuhet: dhe sikur ta zbatonin Teuratin, Injilin dhe Kuranin që u zbritën nga Zoti i tyre, ata do të kishin furnizim me bollëk nga qielli dhe toka. Është një grup i drejtë i matur prej tyre, por është e keqja ajo që punojnë shumica prej tyre. Ka dhe shumë ajete të tjera të ngjashme me to. Kjo ndërvarje është një marrëdhënie shpirtërore e cila sjell plot ndikime materiale. Politeizmi dhe mosbesimi janë burimi mungesës së përgjegjësisë, i mos zbatimit të ligjit dhe i lënies në hares të vlerave morale dhe bëhen shkak i humbjes së unitetit, integritetit dhe solidaritetit në shoqëri, i lëkundjes së bazave të besimit, i shkatrimit të forcave njerëzore dhe ekonomike, i shkatrimit të barazisë shoqërore. Është e qartë se nëse në një shoqëri mbizotrojnë këto çështje, ajo shumë shpejt do të degradojë dhe do të përballet me humbjen dhe shfarosjen. Nëse një grup shoqëror ka pasur mungesë të besimit dhe të devotshmërisë dhe përsëri ka pasur përmirësim relativ të kushteve materiale, ajo ka ndodhur sepse ai grup shoqëror ka zbatuar relativisht disa prej parimeve morale të trashëgimisë së profetëve të kaluar. Përveç ajeteve të lartë përmendura edhe në hadithet islame gjithashtu është folur shumë rreth kësaj çështjeje. Është treguar se pendimi dhe heqja dorë prej mëkatit bëhet shkak për shtimin e pasurisë dhe të begatisë së jetesës. Kështu në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të për këtë çështje thuhet: pendohu shumë sepse sa më shumë të pendohesh, aq më shumë do të shtohet risku. Në një hadith tjetër të transmetuar nga profeti Muhammed paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij lexojmë: kujt i ka dhuruar Zoti një begati le ta falënderojë atë, kurse kujt i është vonuar risku dhe shtimi i pasurisë le të kërkojë falje nga Zoti. Njeriu që e ka kapluar brenga si pasojë një tragjedie le të thotë la haula wala quwata illa billah. Në librin Nahjul Balagha gjithashtu lexojmë: o Zoti im, derdhe mbi ne shiun tënd, bekimin tënd, pajisjen tënde dhe mëshirën tënde. Në shuaj etjen me shi të frytshëm, i cili shuan etje dhe përmes të cilit ti bën që të rritet ajo që është zhdukur. Me ndihmën e shiut tënd ringjallet ajo që është shuar. Shiu yt do t'jap dobi, me të do të ujiten fushat, me të ti do të bësh që me vrull të rjedhin lumenjt, të lulëzojnë pemët dhe të zbresin çmimet. Me të vërtet ti ke pushtet mbi çdo gjë që ti dëshiron. Një nga llojet e dënimeve për shkak të mëkateve është privimi prej begative në këtë botë. Në momentin që njeriu pendohet dhe merr udhën e dëlirësisë e devotshmërisë, Allahu i madhëruar ja zhduk atij këto dënime.